në për udhëzimin. Në ditët e Ramazanit na duhet të udhëzimin e Islam. E sendi më i mirë në Ramazan është që njeriu më udhëzu në Islam. Edhe Zotën, ky Kur'an ka zbrit me udhëzu njerëzit që në Ramazan. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Allahu na kemi zbrit në muajin e Ramazan Kur'anin për shkak hudan lin-nas. Është udhëzues për njerëzit. Apo na do të flasim sa të melena Allahut për udhëzimin. Do i njekmi sebepet e udhëzimit. Kushdo prej nesh që i merr këto shkaqe sebebe, atëherë ta të mirë që ky njeri do të udhëzohet në rrugën e drejtë. Pse më fol për sebepet e udhëzimit? Nga se jemi në Ramazan, vlera e Ramazanit është e madhe, vlera e ibadeteve në shpërblim është këgjë e mirë dhe e madhe, kemi shpërblim tek Allahu Azza wa Jall, dhe gjitha adhurimet janë të përmbledhura në Ramazan. Edhe për këta na kemi nevojë me fol për udhëzim apo për shkaqe të udhëzimit. Njeriu ka nevojë për udhëzim i vëllezër më shumë se sa haja dhe pija. Më shumë se sa haja dhe pija për udhëzim. Nga se përmes udhëzimit ai e rregullon dynjan e tij dhe e fiton ahiretin e tij. Po i vëllezër, udhëzimi në zemrat tona është ushqim i shpirtit. Udhëzimi në zemrat tona apo për zemrat tona është gidhe, është ushqim i shpirtit ton. Shkaku i parë i udhëzimit, o i vëllezër, sebebi i parë i udhëzimit është et-tauhid. Tauhidi, njohëria e Allahut Azza wa Jall. Çka do të thonë tauhid? Huwa ifradullahu bil ibada. Me veçu Allah Azza wa Jall në adhurim. Me ditë kush është krijuesi, me ditë kush e meriton me adhuru, që është ky krijues, dhe me ditë që ky krijues ka emra dhe cilësi të mira të bukura. Kjo është tauhidi. Thot Allahu Azza wa Jall: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Ata të cilët besuan dhe nuk e përzin imanin e tyre me pa drejtësi, të tillë janë të udhëzuar, të tillë janë që kanë siguri dhe janë të udhëzuar. Këtu në këtë ajet që ka ardhur në shprehje pa drejtësi, e ka për qëllim ashtu që ka ardhur tek sahabët kur e kanë dëgjuar këtë ajet, kanë shkuar tek profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: "O i dërguari i Allahut, e kush për neve t'i bën padrejtësi imanit ton?" Ata kanë menduar që pse ata adhurojnë Allahun, janë t'i bën padrejtësi. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar këtë ajet. Ka thonë: "Jo, a nuk e keni ndëgjuar Luqmanin Hakim, i cili ka këshilluar binën e vet duke thënë: Ya bunay la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim." O birjam, o djaliam, mos i bë shirk Allahut, se në vërtet shirku është padrejtësia më e madhe. Kjo është në kuptim të ajetit. Dhe këto e kuptuan më pas sahabët, që iman po, ama i cili bën padrejtësi imanit, ai i cili bën shirk. E për shirkiateve ju vëllezër, është me pa mbështetjen në vend të Allahut, dykon në vend të Allahut. Mi mbështet hajmalive, ata shkanë me sy shka janë, fot shkanë ata si sy shka janë. Mi mbështet rruzave, pejave, amo lloj që na i shohmi, atyve shka janë kuajve që ju ngjiten, e ngjesin të dera, na i zile, na i sen, ta na runë, ja, ta për shirkjave, gjitha e prish imanin, e prish dinin, e prish fejen, me u betu. Mi thonë dhe kujna, ajtë beto, ta me vërtetua, e ka bua e qatë puna jo, ajtë beto të rejshën, në Allah, pasha Allah. Ajtë kryt djallit, ja së betona ta. Da më thonë kryt e djallit maj mazë sa Allah. Kjo është pëllojt shirkut, i Bentemia kur ka full për betimin, ka thonë, betimi është që kur betohesh në diçka, që ajtë ty të merë hak. Kush është? Allah. I përfëqeshëm, ajtë sundusi.
E kur të betohemi, na duhet me u betu vetëm në Allahun Azza wa Jall. Por që ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkata ka Omer ibn Khattabi, thatë njeri mi kanë të hecë, thatë e kemi ndëgju një za për masë. Thatë ai nuk ju kam ndalu juve që mos mu betu në diçka tjetër, vetëm se në Allahun Azza wa Jall. Musliman nuk pa mu betu në diçka tjetër, vetëm se në Allahun Azza wa Jall. Andaj të në parë kujdes, ai i cili ban padrejtësi vetet në imanin e tij është ai i cili ban shirk Allahut Azza wa Jall, dhe shirku është padrejtësia më e madhe. Po në qoftë se e ki imanin e mirë, i beson Allahut që çdo, i udhëzum, i beson Allahut që çdo, atëherë Allah po të jap siguri. Ulaika lahumul aman. Ki siguri po thotë, të tillë kanë siguri. Çfarë sigurie? Po çfarë temi të folna? Sigurinë e udhëzimit dhe sigurimin e dënimit këtë botë dhe botën tjetër. Të udhëzon Allah, nuk dënon Zoti për këtë dynjë, dhe në dynjën tjetër e njëjta gjë. Sigurim edhe jo dënim. Tanë i sigurum për Allah që nuk dënohesh. Subhanallah. Isa alayhis salam qala li qaumihi inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Isa alayhis salam i ka thënë popullit vet, dhe Allah na përshkruan në Kur'an. Adhuron atë Zot që jam duke adhuru unë, e që ky Zot që jam të adhuru unë është edhe Zoti ju. Fa'buduhu, adhuron vetëm ata, Allah në azza. Hadha siratun mustaqim, thotë kjo është rruga e drejtë. Kushdo që ndan udhëzim vërtet, do të më adhuru Allahun. Që kjo është udhëzimi i vërtet. Nuk i nevojë me shku te vorreza, nuk i nevojë me shku type, nuk i nevojë ato me bë. Adhuroj vetëm Allahun, lutë vetëm Allahun. Që ky është udhëzim i vërtet. Dhe ky e meriton që të udhëzohet në rrugën e drejtë. An-Nabiu sallallahu alaihi wasallam awha Allahu subhanahu wa ta'ala lahu an yaqul liqaumihi qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall i ka shpall pejgamberit të tij duke i thonë thuj popullit ton, më të vërtet unë jam i udhëzuar në rrugën e drejtë, në rrugën e Zotit. Siratun ila siratin mustaqim. Kjo është rruga e drejtë. Kjo është rruga të cilën domethënë ka ecë me Ameri, i thot popullit që kjo është që mund të udhëzoj Allah, që kjo është rruga e drejtë. Me këtë ajet e kuptojmë, kush don që më udhëzon në Islam, le ta ndjek me Amerin ton sallallahu alaihi wasallam, ai është i udhëzuar, ai është në rrugën e drejtë. Pastaj vëllezër, thot Allah azza jall një të ngja dinën qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Prej Ibrahimit alayhi salatu wasalam ka qenë fe e drejtë, milleti Ibrahimit hanife, feja Ibrahimit ka qenë hanife, çfarë thon hanife? E pastër, më e pastër se sa uji, më e pastër se sa uji. Feja Ibrahimit alayhi salatu wasalam që e kemi na, që adhurojmë na. Wa ma kana min al-mushrikin. Dhe nuk kishte Ibrahimi për atyre mushrikëve që bënë të shirk Allah, ishte i dëbum i Zotit, baba i profetëve, i udhëzuar në rrugën e drejtë. Gjëja e dytë e vëllezër për udhëzim, tahqiqu maani al-iman. Mi u përmbajt dhe mi u përmbush imanit. Mi u përmbajt edhe mi u përmbush imanit. Allah azza jall thotë wa man yu'min billah yahdi qalbah. That ai cili beson në Allahun, Allahu e udhëzon ata në rrugën e drejtë. E udhëzon Allah azza jall në rrugën e drejtë. E udhëzon ka rruga e Allahut dhe rruga e profetit. Ama me kusht. Kush ka wa man yu'min billah, kush ka iman, kush i beson Allah që çdo që ka thënë Allah, imani, çka është imani, që thash me përmbush dhe me përmbajt imanit. E na jemi kanë këtë vogël, jemi kanë dhe e kemi mësuar që më thonë imani. Mi besu Allahut, melekët, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit kiametit apo gjykimit, mi besu ka deri të mirë apo të keq. Çfarë kreditimi? Në qoftë se njëna për qytëre e vështjellni. Për shembull, unë i besaj Allahut, po si besaj melekëve? Qysh bojnë për shembull grupet e devijum shijat, e grupet e tjera që janë të barabartë me shijat,
dërveshte, sofite, këta senë shka janë shkejtë, thojnë, na si besojmë me Melekul Xhibril. Pse? Ka babyt me Aliut, me ata i gari të bua, e 9 vjeta, i gari të bua, e di që shdo pejgamber i ka orë shpallë për i ka bu 14 vjet, a 9 vjet si ka pat Aliu radiallahu anhu. A i të di që i të fune jo, me zota i gari të bua, një për me lekve me bumi si besu, nuk je musliman. Po i besu vëllat, i ki besu pejgamber, i ki besu edhe me lekve. Po një për profetës i ki besu, që shenë Koranijun, ata që mirën të vish me Koran, që shenë mashtojnë vetën. Allah ja këthen aty me Koran. Që thëtë Allah, a i cilë ndonë Allah dhe dërgumin e ti, fe u lejkum në kafirun, për ata janë qafira. Lejlejnë Allah Muhammed Rasulullah, për thëtë Allah i thuj lejlejnë Allah dhe kaq, ju për Muhammed Rasulullah. Korani kune ka zvik, mua, tyja, ju mëre, Korani ka zvik për Ameri tërë, e gjithë Korani ti mi besu për Ameri, amen e Rasulu, mi besu për Amerive, mi besu për Ameri tërë, besun këtë besimtarët. Një me ku mësë me besu për i profete, Musar me mësë me besu, Isar me mësë me besu, nuk ki iman. Apo me ku i besan gjithë, po si besan ditës gjykimit, nuk ki iman. Apo i besan gjitha, po si besan kaderi, të mira për keq, nuk ki iman. Pa tjetër, shka ta në fillim, me e përmbush dhe me përmbajt imanin, krejt të këmi besu. Dhe të gjitha këta ka argumente koranore. E plot për plot është i mbushur Korani me argumente që i thanë. Por ta dërët, po thanë, 6 muaj e ma tepër, çdo besim, besimin në Allah, të merë kohë, me sfiku. Sa argumente ka, mi besu Allah, me lejket, botës gjykimit, dytës gjykimit, dhe më thanë, kaderit, e kështu të dhanë, librat e dhanë që nga vyt, e kështu të me au. Qka për tjetër i lezë për ullëzim, që në alëzan neve është el-ilm, ditoria. Ibrahim a.s. lemma khatëbë walide, khatëbë huma ani l'ilm. Kër Ibrahim a.s. ka full me babën e vetë, dhe na e dimi që baba Ibrahimi nuk ka besu, ka marru bërëm zota. Qëka i ka full Ibrahimi babës ti? Ju ka paraqit me dëmëthënën, me madhështin e ditorisë, duke i thonë, ja ebeti inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. O baba jem, mu më ka ardhur diçka që ti se ki. Pasanu mu ki më kanë prej atyre që ki më kanë i udhëzuar dhe në rrugën e drejtë. E çka që kja që Ibrahimi, për i thatë Ibrahimi bojt vetë, mu unë e kam ato që ti se ki. Qad ja'ani min al-ilm, i ka ardhur prej ditorie shpallë prej Allah. Kush do të qëtë vjen në argumente, në ajete kuranor, në hadithe profetike, dhe të reganë se që kjo mesele është kështu, por mine do të mumbin, se ka argument, po thotë Allah, po thotë për amin, u kryma. Nuk ka nevoj, po hoqë në komni, kështë, ku të të hoqëja, ka thonë Allah, ka thonë për amin, u kryma, nëse zgatë mua bejti. Atë po që ka thonë sahabët, e keni sute në felë, në farë, da thonë faqen e parë. Kër e kanë dëgju ata ajetin për profetit, kanë ljotu për të vërtetës. A që është të ka okona për amën e Allah, edhe kryma. Shë kanë thonë, se mi'na wa ata'na, ndëgjum dhe nështrumë, për minë e. Kër janë, të vogja dhe e pyjtë, ta e poqë argumentin, me shëriat, me Koran, me sunet, argumente, për minë e të të mubi. Për më dhe po, aja gjami po banë kështë, kjo hoqja po banë kështë, jo kështë nuk shanë dini. Merë mësim, dituri merë. Nëse të danë me qenë i udhëzum, lëpë argumentit, në bëma një qitë argument që të bëba qështë. E në qëpë se ka argument, pajtau heshtë dhe hesë rrugën e drejtë. Për shkaqeve të udhëzimit, a i vlezër, është edhe Korani, të cilën na e lexojmë çdo ditë, Allah na provë që me lexu e me praktiku dhe me jetu me këtë Koran. Ja Rabbul Alamin. Allah zë shka thot më. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Ky është libër që në tonë nuk ka dyshim. Nuk ka dyshim. Që është shparza. E lexon, s'pedia, nuk ka dyshim, fjala e Allahut është. Allah ka fol. Është fjala e Zotit.
La rajbe fi, s'ka dyshim, fillim barim nuk ka dyshim. Një shkruajnë s'ka një harf, një haraketit s'ka më ndryshu. Qash aty shadej ditë kiametit ka me shku. Subhanallah, i garantu nga në Allah. Pasaj, huden nekira. Huden. Që dhe të nekira? Nuk ka në ma'rife, e hude, ja. Huden, nekira. I përfshin krejt. Kush da në udhëzim është i lërshëm. A nuk ka në ma'rife, me el. El hide, nuk ka arshët. Kishar el, ata i shkan, te, une, aj, u kryma. Nuk zënë, jo, që po i mirë Allah zë gjelë. E ka lanë Koranin udhëzimin, fjallën huden, udhëzim në Koran, por krejt njërzimin, kush da në udhëzim vërtet, e ka. Pasaj fjallë e ka arë, lil më të takim. E këtu pak nalë. Udhëzim po, ama do të më kanë shumë i të vatëshëm. E kush do që e ka të vëqëmërien, ka në rrugë e udhëzim. E të vëqëmëri shetë në thamë me njëftë, Allah në zë gjelë, me largu me kate, gjënare dhe për shtot me ra. Pasaj u vëzër, bismillah. Për shkatit të udhëzimit të është edhe sunneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Allah zë thëtë, hua alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa. Thëtë më të vërtet, aji Allah zë është që e ka të dërguarin e ti bil huda, me udhëzim, wa dinil haqq, me të fejt vërtet. Çka do të thonë el huda, me udhëzim, sunneti profetit është udhëzim për neve. El huda sunne. Sunneti profetit është për neve udhëzim. El haq, çka do të thonë, me të vërtet, el amalu salih, vepra e mirë. Kjo është ju lezër. Kushdo që dëshiron ti merr shkaqe të udhëzimit, që në Ramazan një ti merr të shkaqe, jam i bindur që në pas Ramazanit do të jetë i udhëzum, i përqendrum derisa të takon Allah. Allah zë na lupi atë ya Rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.